Pa nevojshme. Po. Dhe në nenin 14 projekt ligjit, fjalët dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2026 deri në vitin tatimor 2028, zëvendësohet me fjalët dhe i shtrin efektet deri në vitin tatimor 2028. Faleminderit. Kush është dakord me nenin 13? Numri dorë ju numërohet. Dakord të gjithë. Kush është dakord me nenin 14 të riformuluar? Dakord të gjithë. Tani kalojmë në miratimin në tërësi të ligjit për marrëveshjen e paqes fiskale. Kush është dakord me ndryshimet që janë bërë ligjit për marrëveshjen e paqes fiskale të tërësi? Dakord, 7 dakord. Abstenim. Okej, 6 reciprocitet me sumisëm. Edhe një abstenim. Tani koleg ju lutem, na kanë ngelur edhe dy projekt ligje sipas rendit të ditës që kemi sot. Unë do t'ju lutesha ta vazhdoni mbledhjen, ta merrte drejtimin zoti Braça, unë më duhet të jem në mbledhje tjetër dhe rikthehem me shpejt. Mendoj që kaloj duhet të jem. Po, më lini të shkoj 1 minutë të them. Po, mund të kalojmë atë? Unë kaloj shpejt. Për Vlerësimin unë kaloj shpejt. Okej. Po për këtë duhet jeni ju. Dakor, për rivlerësimin kemi zonjën Dhima që është relatore. Zonja Dhima, kemi kaluar në parim, kemi dëgjuar grupet e interesit, kemi marrë gjithë shënimet nga komisionet përkatëse. Atere, unë mendoj që të kalojmë tek neni 1. Të kalojmë tek neni 1, ka një amendim që ka sjellë edhe zoti Bozo që ma kalon mua këtu, nuk e di çfarë do flisni ju, çfarë keni për të thënë? Po, zonja Dhima. Faleminderit zonja kryetare. Propozimi i këtij projekt ligji do t'i ofroj qytetarëve edhe një herë mundësinë që ata të kryejnë rivlerësimin e pasurive të paluajtshme në një afat të kufizuar, i cili fillon në 1 janar të 2026 deri në 31 dhjetor të 2026. Zgjedhja e këtij afati është bërë duke patur parasysh balancën midis kohës së mjaftueshme për riformimin dhe përgatitjes së qytetarëve dhe nevojës për të ruajtur karakterin e përkohshëm të masës në mënyrën që të mos deformohet funksioni normal i tregut dhe gjithashtu ky do të jap një ndikim pozitiv në të ardhurat e buxhetit të shtetit përmes rritjes së të ardhurave mbi tatimin mbi rivlerësimin, i cili propozohet që të jetë në normën 5% pa pasur nevojë për ndryshime të normave tatimore ekzistuese. Kështu që unë do t'i ftoj gjithë kolegët deputet që ne ta miratojmë të projekt ligj, duke patur parasysh që efektet financiare të cilat janë pozitive në këtë projekt ligj, për momentin nuk mund të llogariten nga ana e Ministrisë së Financave. Faleminderit. Tani ka një propozim për amendim zoti Bozo që ka depozituar në kuvon të kasetet e ju, që kërkon që të neni 1 dhe të neni 2 normat e rivlerësimit të kalojnë 2% si për personat fizik, ashtu dhe për personat juridik. Ka mund propozim nga amendimet e zotit Bozo, po ju a lexoj se i kam të depozituara. Zoti Braça? Atëre, kryetare, nuk është hera parë që ne hymë në një proces rivlerësimi dhe në të gjitha rastet kemi ndarë rivlerësimin e apartamenteve nga rivlerësimi i sipërmarrjeve ku diun për pasuritë e tyre. Të njëjtin propozim kam bërë edhe kësaj radhe. Herët e tjera është marrë parasysh. Në pikën 6 të nenit 1 të projekt ligjit, fjalët 5% e bazës tatueshme ndryshohet si më poshtë vijon me fjalët 5% e bazës së tatueshme për pasuritë e paluajtshme në zona të rezidenciale dhe 3% e bazës së tatueshme për pasuritë e paluajtshme në zonat jo rezidenciale. Pra, shkallëzohet duke diferencuar ndërtime të bëra edhe para viteve 90 me ndërtime të bëra në zona luksi rezidenciale ku diun, po edhe në raport me biznesin. Dhe ka logjik, e kemi bërë për herë, duhet ta kemi dhe tani, sepse nuk shkon kjo gjë. Dhe propozimi i dytë kam është që në pikën pas nenit 1 të shtohet neni 1-1, sepse nuk kemi përfshirë të gjitha ato ndërtime që janë në proces legalizimi apo janë legalizuar dhe janë në proces regjistrimi. Tani, është një gamë shumë e madhe që përjashtohen pikërisht për këtë arsye. Atëherë, formulimi është: objekti i këtij ligji është edhe rivlerësimi i pasurive të paluajtshme që janë në proces regjistrimi
duke përfshirë edhe pasuritë e legalizuara, por të paregjistruara në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kemi një riformulim që ka ardhur nga Ministria nga grupet e interesit dhe është riformuluar me Ministrinë e Financave. Zonja Adima, mund ta lexoni? Në pikën 1 të projekt ligjit, pika 1 riformulohet me këtë përmbajtje. Të gjithë individët të cilët kanë në pronësi pasuri të paluajtshme kanë të drejtë që nga data e hyrjes në fuqi këtë ligji deri në 31 dhjetor 2026 të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut. Kërkesa për rivlerësim të dorëzuara pranë agjencisë shtetërore të kadastrit për të cilat janë kryer pagesat e tatimit, por nuk kanë përfunduar procedurat administrative nga ASHK-ja, brenda datës 31 dhjetor 2026 konsiderohen objekt rivlerësimi sipas këtij ligji dhe procedurat administrative përfundojnë deri në 31 mars 2027. Ndryshimi që lexuam te neni 1 kemi dhe 3 amendimet, 2 të zotit Braça dhe 1 të zotit Bozdo. Mund na jepni një përgjigje? Ministria e Financave do ri versioni që ka ardhur nga Këshilli i Ministrave. Gjykojmë që ky është adresimi më i mirë për problemet që kemi ne aktualisht. Tjeti barabartë individi që zotron një shtëpi dhe kërkon ta rivlerësoj me biznesin. Mund të jenë bërë 3 procedura rivlerësimi në harkun e këtyre 12 viteve dhe nuk ka qenë asnjëherë një tatim flet për të dyja kategoritë, njësoj. Jo, nuk ka qenë asnjëherë. Dhe nuk mundet. Tani, kjo gjëja nuk u nis për biznesin. Kur e kemi propozuar vjet, e kemi propozuar për qytetarët. Kjo është e para. Pra nuk mund të ketë, do ketë për shkallëzim me se s'bën. 3% dhe 5%, unë s'jam dakord me 2%, po 3 dhe 5%. Nuk mund të jetë 5% e një trajtshme. Dhe e dyta, po e përsëris edhe një herë, nuk mundet që ne të nxjerrim nga procesi i rivlerësimit banesa që për shkak të shtetit, jo për shkak të qytetarit, po për shkak të shtetit, siç ka unë fjala bie gjithë elitën, ka 35 vjet që rinë në proces legalizimi. Ose kanë bërë legalizim dhe nuk kanë bërë ende regjistrimin e pasurisë. Tani, pse duhet ja u mohojmë në këtyre? I kemi mohuar certifikatën e pronësisë këtyre njerëzve. Tani nuk mund t'i mohojmë dhe të drejtën për rivlerësim. Bë 2 herë i pa drejt shtetin në këtë rast. Kështu që unë i qëndroj të dyja propozime që kanë bërë. Lidhur me përqindjen e rivlerësimit, de facto, pavarësisht se norma është 5% për të dy, si për individët e bizneset, de facto individët kanë më pak. Kjo për arsye se në zbatim të ligjit të ri për tatimit mbi të ardhurat vitin 2023 ka dalë një udhëzim i përbashkët i Ministrit të Financave me ASHK-n. Dhe në bazë të atij ligji është përcaktuar që në rastet e transaksioneve të pasurisë së paluajshme të të gjithë individëve aplikohet 1% e vlerës së çmimit për çdo vit përdorimi. Ne kemi bërë këto disa llogaritje, se kemi para bashk. Kemi bërë disa llogaritje, për shembull kur një individ e ka një shtëpi në pronësi prej 10 vitesh, prej 7 vitesh dhe 5 vitesh, dhe me aplikimin e kësaj 5% që de facto, mirë po dhe aplikimi dhe i udhëzimit numër 34 të ligjit në fuqi që ai përfiton 1% zbritje të vlerës për çdo vit ose përdorimi ose ka atë shtëpinë, i bie norma efektive. Për shembull, në një individ që në 2017 e ka vlerë shtëpinë dhe do ta bëjë rivlerësimin tani me këto çmë referencë që kemi, de facto ati t'i bie norma efektive e rivlerësimit të 0,68%. Në skenarin e parë. Dhe ka një normë efektive jo 5%, por më pak, sepse kemi pas të diskutim, shef, ka 2 momente, në momentin e individi se më doli, ka 2 momente, individi, sikur se ne kemi thënë tek ligji, individi ose do zgjedhë ta bëjë tek ASHK-ja, me çmimet minimale, dhe zbatohet de facto kjo që them, udhëzimi 34, po. Zbatohet kush shet shtëpinë. Sot edhe e shet ASHK-ja, edhe sot që flasim.
Po. Do më ka 2 vjetë, është praktike 2024-ës. Po flas nga ka hyrë fuqi udhëzimi dhe tani. Nuk e kam në 2023-shin, por çfarë muaj 2023-shit nuk e di. 2024-ën dhe 2025 ka 2 vjetë. Prova që nuk e di kërkush këtë gjë. Dhe njerëzit Tani udhëzimi është në fuqi, është 13, është 1%. Po jo, nuk është gabim kryesë, është gabim se nuk ka propozim deputete. Po jo, është propozim deputete, janë vjetra. Udhëzimi është tani, udhëzimi është në fuqi. Nëse ka raste, nuk e kemi marrë raste. Sepse po t'i vë 3%, do shkoj akoma më pak, do shkoj 0.5%. Po i kanë dhe çmit, edhe çmet e referencës i kanë shumë, edhe çmet e referencës nuk ju panë atyre. Nuk janë prek, nuk janë. E kuptoj, po dhe me rishikimin që i është bërë, nuk janë prek çmet në zonat urbane. Atëre, faleminderit, atëre... Okej. Rurale. A mund të kalojmë në proces Mund të kalojmë në proces votimi? Jo, kam edhe propozimin tjetër për shtëpi që janë proces legalizimi. E kemi pasur edhe për këtë. Proces legalizimi dhe nuk janë në proces legalizimi. Dhe për një pronë të certifikuar. Nuk mundet tani që t'ja u mohojmë këtyre njerëzve këtë gjë. Ne kemi pas, Ministria e Financave ka pasur këtë parashikim në drejt ligjit, gjatë procesit konsultimit, gjatë procesit të konsultimit me ASHK-n, ASHK-ja, po jo është ASHK-ja, e cila nuk zbatohet, do më dhe të duam nuk zbatohet, se nuk kam mbaruar regjistri, do më thënë është i pas zbatueshëm. Diskutim këtu në komision më parë dhe nuk është... Edhe një herë, të ludhem edhe një herë, se çfarë thot ASHK-ja është tjetër histori. T'ishte për ASHK-n, asin që nuk legalizohen këtë vend. Pse? Sepse sa më shumë radhë ketë ka ASHK-ja, aq më produktive është ASHK-ja në të tilla raste. Po them që është shumë e thjeshtë kjo gjë. Në momentin që unë bëj kërkesën për rivlerësim të pasurisë time, të pa legalizuar me një vërtetim që jam në proces legalizimi. Në momentin që unë bëj kërkesë për rivlerësim të shtëpisë time të legalizuar, po pa certifikat pronësie ende, se ASHK-ja është shumë produktive, marr një vërtetim nga ASHK-ja. Ka që thjesht, procesi është individual, nuk është kolektiv. Procesi është individual. Unë do rivlerësoj shtëpinë, unë, dhe do shkoj do paraqitem atje, do marr vërtetim. Ka që thjesht fare. Çka ka ASHK-ja në këtë histori? Dhe e dyta, unë si bie ndesh Ministrisë Financave, dëshirat e Ministrisë Financave duhen plotësuar deri në fund. Kështu që ASHK-ja nuk mund të dali kurrë mbi Ministrinë e Financave. Shumë e thjeshtë. Okej, atëre tek neni 1 kemi propozimet e zotit Bozo dhe që jeni dakord? Jo. Nuk miratohet. Kemi propozimet e zotit Braçë për ato zonat rezidenciale dhe të tjera. Jo, ajo s'tjetra, jemi të neni 1. Po, të pika 6 të neni 1. Kush është dakord? Ndryshimet që bënte ishte tarifa të ndryshme në zona rezidenciale të ndryshme. Jo, në zonat rezidenciale ngelet 5%, jashtë Zona rezidenciale, po pra, të ndryshme, 2 zona rezidenciale, ato që janë qendër dhe ato që nuk janë. Kush është dakord? Zoti Braçë, kundër? Zoti Braçë, keni nen të ri që e propozoni? Po, keni një, objekti i ligjit është